Në këtë banes në Orikum të Vlorës, mes ditën e të premtes, policia gjeti një çift pa jetë. Burri dyshohet se ka vrarë gruan dhe më pas veten. Bëhet fjalë për Sose Xhebroi dhe Llogora Xhebroi, prindër të dy fëmijëve, 18 dhe 16 vjeç. Policia thotë se është njoftuar nga urgjenca se një grua është gjetur pa jetë dhe me shenja dhune në banes. Ka qenë një nga fëmijët që ka lajmëruar autoambulancën dhe qendrën shëndetësore të Orikumit. Personeli shëndetësor shkoi në adresën e njoftuar. Pas tyre në vendngjarje shkuan dhe uniformat blu, të cilët ushtruan kontrolle dhe në garazh gjetën Llogora Xhebroin, për të cilin dyshojnë se është vetë vrarë me armë zjarri. Arma pistolet u gjet në vendngjarje dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se 40 vjeçaria është vrarë nga bashkëshorti i saj 50 vjeç. Pas transportimit të trupit të pajetë të gruas në spital, Llogora Xhebroi dyshohet se ka qelluar veten me pistolet, të cilën e mbante në garazh, aty ku dhe i ka dhënë fund jetës. Arsyet që çuan Llogora Xhebroi në vrasjen e gruas dhe vetes janë ende të paqarta. Hetuesit po punojnë për të zbardhur ngjarjen. U habitë. Era si bam. Shumë njerëz të mirë, në punë tyre, në hallën e tyre, shumë punëtor. Çifti, sipas burimeve policore, kishte konflikte me njëri tjetrin dhe ishte në proces divorci. Ata kishin një lokal në hyrje të Orikumit ku punonin së bashku.